kërkohet prej gruas apo prej obligimeve të bashkëshortës, mos ta e fut në shtëpi diken pa lejen e burrit, apo mos ta e fut në shtëpi atë që nuk e dëshiron burri. Nëse don të ruash raportet bashkëshortore, ngrohtësinë e burrit, mirëqenjen, respektin e tij, duhet të jesh pra e vëmendshme dhe e kujdesshme edhe këtu. Pra, pa leje të burrit të bashkëshortit nuk lejohet futja e burrave të huaj të vetëm në shtëpi kur burri nuk është prezant, kur bashkëshorti nuk është prezant, apo nëse bashkëshorti thotë që filani nuk bën të futet në shtëpi, atëherë do të jesh e kujdesshme dhe vëmendshme, sepse një veprim i tillë e acaron gjendjen mes teje dhe bashkëshortit, e jo rrallëherë ndodh që të vijë deri te prishja e këtij institucioni, apo thënë më mirë vijë deri te divorcimi. Po ashtu edhe një prej obligimeve përndryshe të shumta të ekzistuara, kërkohet që bashkëshortja e mirë, gruaja e mirë ta ndihmon bashkëshortin në devotshmëri.